Brother Radio. Big Brother Isa ja nisëm edhe sonte në Big Brother Radio në Top Albania Radio jam Elia Mandiaro. Ku në jetë nuk ta mësova këtë mbi mormolia. Shive, Mandi, si Mandi, çungagjë, ama I Mandi lagje, Mandiaro. Aro qa është apo? Armando. Gjithashtu edhe me Sara Jaupaj, Sara, regjizorja më e përfolur e momentit, për sa kohë është përmendur emri I saj shpeshherë në shtëpinë e Big Brother, nga Gerta, nga Valbona, nga Krisa. Po, tash më kujtoj. Ka një emërus të bashkët, për përbashkët I jepte play në transmetim, I jepte dritën jeshile Sara Jaupaj, që unë kam kënaqësi ta kem sonte. Ja kështu, u bëm nisim një program I cili na ka mbërthyer të gjithëve, një shtëpi e famshme që gjithnjë më tepër protagonistët na sillin dinamika nga më të ndryshmet, nga më të paparashikueshmet. Sara, si u gjende ti një ditë që mban mend kemi qenë diku në një klub me Sarën, unë punoj me Sarën, po dhe unë punoj me Sarën. Si janë ardhënit e tua me gocat e shtëpisë së Big Brother? Derisa përmendem, besoj se kuptohet se janë shumë të mira. Kjo është një nga pikat e mia më të forta në fakt në punën që u bëj. Ishte Big Brother I parë që unë kisha kaq shumë vet aty brenda se gjithmonë kam pasur. Pas ke punuar. Gjithmonë kam pasur ndonjë, ka Ronaldon tek tuk, po këtë vit më ishin mbledhur shumë. Tamam edhe në fakt nuk e prisja që të përmendesha, nga Krisa deri diku, po Gertën fare, e kisha hequr nga mendja se Gerta është vetë. Po se Gerta është kështu tipi ftohtë, ashtu siç duket. Është tipi ftohtë. Nuk është ky tipi që ta shpreh dashurinë. Unë këtu e kam kuptuar sa më dashk. Dita është e gjatë dhe kushdo përmendet aty brenda. Po, vazhdo Sara, se po të dëgjojmë shumë leverdis. Po të dëgjojmë shumë kurështje, po. Dhe nëse mua Gerta më përmendi për të deklaruar edhe për të qenë partizane e asaj që Valbona e sulmoi, sigurisht që unë nuk dola. Kjo është hera ime para. Elona Duro. Dhe unë të thash që vjen në mënyrë ekskluzive tek ky program, tek Big Brother dhe të falenderoj shumë që e pranove ftesën, edhe pse kam tentuar edhe herë tjera. Po, sepse në fakt për këtë deklaratën që unë do flas tani, në fakt më kanë ftuar pafundësisht shumë emisione dhe unë nuk kam dashur fare të dal, se nuk kam çfarë të them për këtë, se Gerta me të vërtet ka qenë me mua të natën. Pra, Valbona e ka akuzuar Gerta Gixharin që ti në një natë qefi mes vajzash teksa ke qenë tek banaku me shoqen tënde ose më saktë me Sarën regjizoren që e kemi në studio, ke flirtuar me të tjerë. Si është puna mi Sara? Tani pse jo në fund ditës. Gjithsesi Gertës nuk I thuaj ajo, sigurisht vetëm për statusin që ka, se hajde të ma thuash mua, unë fund ditës jam një grua e divorcuar. Edhe mund të flirtoja, por me Valbonën nuk e di, domethënë atë ditë kemi takuar Valbonën, jemi përshëndetur dhe pse sapo Valbona ishte larguar nga institucioni jonë që mund të kishim bërë dhe sigurisht rolin sikurse pam, po e takuam me shumë dashamirësi dhe nuk e di pse Valbona në fakt nuk është hera e parë që e bën, e ka bërë dhe te prajmi I parë apo I dytë, nuk e mbaj mend me Ledionin për punën e Reintit. Këtë pjesën e Gertës ka qenë gjithmonë nga këto për të marrë informacione nga jashtë, për t'i hiperbolizuar, po them dhe për t'i futur brenda në shtëpi, që mua nuk ju e kishit lënë të dilni të treja, pra ti Valbona dhe Gerta, Valbona nuk ka qenë kur pjesë e shoqërisë as e ime as e Gertës. Domethënë ne kemi dalë. Opa, shoqëria regjizore. Valbona nuk ka qenë kur? Nuk ka qenë. As unë nuk kam punuar me Valbonën. Po keni takuar spontan. Institucionin që jam tani. Thjesht e njihja nga më përpara, jemi përshëndetur, kemi qenë unë, Gerta dhe një shoqja ime. I ka përmendur dhe atë me emër Gerta. Faleminderit shumë gjithsesi. Pra atë natë kishe lënë me dal ti dhe Gerta. Shkoni ke ky lokali në blok, takoni rastësisht Valbonën, sa ndej një Valbona me juve? As nuk ndejti, thjesht erdhi kaloi flesh na takoi dhe iku. Dhe në 11:30 ne kemi ikur nga lokali. Më fal, iku nga lokali apo iku nga tavolina juaj? Tash të marrin një prokuror dhe një gjykat. Jo, një sekond. Unë nuk e di më se çfarë është bërë me Valbonën. Valbona më ka kaluar këtu, më ka përshëndetur dhe ka ikur. Jo, e di pse pyes tash mos ndoshta ashtu nuk e tavolina përballë dhe ka qenë gjatë gjithë kohës duke ju monitoruar. Këtë nuk e di. Edhe mund të ketë ndodhur. Kjo por Valbona ka gabim orarin, se ne në 11:30 kemi lëvizur nga ai. Kam shumë që flasëm me kështu për kështu ma vete. Që futemi brenda. Një sekond, duhet të kem në publicitet, që dalim çik jashtë.
Pra Liam e kemi kështu skenarin, ngjarjet. Sara dhe Gerta e lën për të dalë një natë, shkojnë te ky lokali në blok, aty kalon Valbona pas kërka kaluar, nuk është se ka ndenjur me goca. Edhe i ka thënë Sarës dhe Gertës mirë mbrëma dhe natën e mirë. Ua, pse nuk më flisni muaj? Sa çfarë? Ua, ja tash e ndrave ti direkt. Do hap kamerat. As janë me audios, besoj. Ja tash po na lën vend numrone, e ke parasysh? Po, edhe kaq, mirë mbrëma dhe natën e mirë. Dhe pastaj fillon Big Brother dhe del në këtë përfundim që ke dalë dhe ke flirtuar. E di për çfarë nuk jam e sigurt unë? Mos i ka shkruar Gerta më mbrapa kësaj për të dalë dhe unë nuk jam në dieni. Edhe kjo mund të kenë ndodhur. Si më mbrapa? O bona na fal andaj këtej. Jo, a do dalim apo se unë ika. Ku diun se mund të jetë. Po që skena ndonjë bazohesh? Jo, nuk bazoj vetëm te ora, sepse Valbona thot në orën 3 të mëngjesit, ndërkohë 3 të mëngjesit un kam qenë në gjumin e 7 se 11:30 kam ikur nga aty. Po ti e the në krye të herës si Valbona ka qef ti hiperbolizoj, ti zmadhojnë çik gjërat. Ndoshta jo se nuk dua t'i biem qaf se mos e lënë fan si Valbonës se të thotë se ju shpifni apo, kështu që për këtë dal garant. Nga Valbona, Krisa dhe Gerta, me cilën ke patur marrëdhënie më të mira? Edhe me Rozanën, edhe me Rozanën kam punuar. Sorry, më fal, shumë ndjes. Po. Me Gertën kam pasur marrëdhënie shumë të mira dhe me Krisën. Domethënë Krisën si më thënë kam rritur me këto duar. E kam rritur vet. Gertën e gjeta në atë institucion dhe ishte një nga të parat që më priti, ajo Gerta e ftohtë që ne flasim, që më priti dhe më tregoi të gjitha sekretet e atij institucioni në kuptimin për të më mbrojtur dhe për të mbajtur afër. Sigurisht kishte një farë konsiderate për mua, po nuk njiheshim personalisht dhe të bësh një emision të përditshëm 1 orë gjys, do apo nuk do ti, sigurisht që pas emisionit del takohesh, flet për emisionin çaditës, lidhesh. Ndërsa Krisa ndoshta edhe prej moshës, se ishte edhe pak më e vogël, sigurisht unë më shumë mundohesha ti flisja dhe ta mbështesja dhe ta drejtoja Krisën, se sa të flisja siç flisa me Gertën edhe për gjëra gocash apo për gjëra. Sara, cilën vlerëson më shumë profesionalisht, sepse për të treja profesioni është prekur aq shumë, është folur aq shumë, është ofenduar, bullizuar, egzageruar aq shumë, do doja të dija mendimin tënd prej regjizore, cilën prej vajzave e vlerëson më shumë profesionalisht. Tani unë do t'ja argumentoj këtë që do them. Po patjetër. Ndërkohë bëhemi gati të lidhemi me Kanadan se na pret motra e Danjës atje, Aldora. Po. midis Krisës, më the, Gertës dhe Rozanës. Dhe Valbonës. Po flas për vajzat e institucionit tim shtetëror. Atëherë, Krisa të thash, ishte shumë e vogël, unë e mora dhe nxora për herë të parë unë në ekran, kështu që sigurisht që nuk mund të presësh dhe të thuash që të bëj çuditëra të mëdha, sigurisht Krisës i janë dhënë mundësira të pafundme për aty në atë institucion, prezantoi festivalin e Master të Shës, që është një nga gjërat që gocat e synojnë pas shumë vitesh karrierë dhe nuk e arrin dot. Dhe Krisa e doli më së miri në atë gjë që bëri. Pra Krisa çdo gjë që ka marr, e ka bërë, e ka çuar deri në fund. Gerta është një nga gocat me bagazh dhe background më të mirë nga këto që po flasim, por Gerta ka një problem shumë të madh që nuk e di se çfarë ndodh. Ka momente stepi edhe ose ndoshta nuk e ka gjetur fikse misionin që Gerta duhet bëj. Unë i kam thënë gjithmonë që ti duhet merresh me politik. Gerta për mua do ishte një nga moderatorët më të mira të politikës, nëse do ishte. Ka një nuhatje dhe ka tendencën të t'i thotë gjëra troç pa janë ndjerë shumë nëse ka përball apo jo. Ndërsa për emisionin e pasdites sigurisht Rozi është një nga ato që unë edhe kur e nisi Rozi emisionin për ta bërë isha aty me ato ku po e ndërtonte. Kështu që për emisionin e pasdites mund të them që ishte Rozi një nga më të mirat. Harrove Valbonën. Valbonën. Po presim. E pra, unë di, e lexova, unë harrova, po pse harrova pra? Po unë do të marrësh kot mendosh të flasësh për Valbonën apo e ke gati? Edhe kjo ishte e vogël. Nuk kam punuar me Valbonën në fare asnjë ditë. Valbona sigurisht më ka kërkuar shumë herë për të qenë regjizorja e saj. Nuk është se kam zgjedhur të mos e bëj sepse nuk e doja, po thjesht nuk kam pasur. Nuk e dashur zgjohesh aq herë të mëngjes. Të merr ishte për zotin. Po që nuk di çfarë të them. Mirë, lidhemi me Kanadan, siç thash pak më parë, nuk e di Alice, kemi gati motrën e Danjës, që janë motrat bukurane, bukuroshe të Shqipërisë. Faleminderit. A mund të tras Alda, po? Po, faleminderit edhe Danja.
edhe Tila më thrasin ashtu. Ndjej një lloj familjarizimi, pikërisht edhe unë ndjej një lloj familjarizimi teksa po gdhihemi, po ngrysemi me Danjën. Tilën pasaj e njoh prej vitesh më shumë se sa dhe Danjën, edhe kam ndenjur më afër, tani njoh edhe motrën tjetër që është Alda dhe jam shumë e lumtur që jemi në këtë transmetim të parë bashkë edhe pse kemi tentuar herë të tjera. Si është Danja për ty pas 80 ditësh qëndrimi në shtëpi? Ju thoni që ngrysemi me Danjën, por të më pyesësh mua, më është kthyer në një tension të përditshëm. Jam gjatë gjithë kohës duke parë me shumë kërshëri, me shumë vëmendje të gjithë dinamikat që ndodhin atje në shtëpi. Më duket për më tepër mund të flisni juve se keni ndjekur edhe edicione të tjera, por më duket shumë interesant ky Big Brother, jo sepse është motra ime, por që absolutisht nga më interesantët, edhe për mua ka simpati maksimale. Është. Po, dhe ka një shikueshmëri të lartë, i përgëzoj gjithë ata që po bëjnë më të mirën e tyre. Danja mendoj që bindshëm ka krijuar profilin e saj dhe më pëlqen mënyra se si ajo po profilizohet vetëm, po të shikoni, po të vëzhgoni, domethënë gjatë gjithë kohës ajo po bën rrugën e saj dhe gjatë gjithë kohës po tregon se është një kokë shteti në vete, në kuptimin e mirë të fjalës, ëh. Domethënë qeveri vete i themi ne. Jo, mua më pëlqen, unë vërtet kam qenë një pjesëmarr. Po të flet Liami, ka qenë vitin e shkuar tek Big Brother 3, po edhe më herët në Big Brother në 2012 dhe që momentin e parë pavarësisht se nuk e njoh motrën tënde, më ka pëlqyer shumë si lojtare dhe më pëlqen akoma. Vetëm diçka, nuk e di, këto kohët e fundit më duket sikur është bërë pak pasive. Si mendon ti për këtë pjesë? Sigur është tërhequr pak. Nuk jam dakord. As unë Liam nuk jam dakord, më thënë drejtë. Liam, në këtë moment është shumë e rëndësishme që secili lojtar të krijojë rrënjët e veta. Jo aleancat, sepse të mendosh për aleanca në një vend. Po prandaj përdora fjalën pasive. Nuk ka se si. Po jo, fakt ajo aleanca ti kishte. Por ajo që shoh unë sot është që Daniela nuk ka ndroje dhe nuk i bën fare përshtypje nëse e duan apo e sulmojnë. Ato kemi parë shumë qartë. Praktikisht në këtë moment ajo këtë kërkon. Ajo po ta vini re, po shikon të gjithë në sy, po bën debate kryesisht me të gjithë dhe po përpiqet që të profilizohet tek rrënjët e saj dhe të dalë, nëse e keni vënë re, disi më vete. Vete, po. Pa mua më pëlqen me Gertën, ka dhe debate po prap të hapura me Rozanën, nga ana tjetër ka dhe raporte të cilat i ndërton në formën e saj dhe me kushtet e saj. Kjo mua më pëlqen jashtëzakonisht. Danja është e drejtë si natyrë, edhe këtë kërkon të transmetoj edhe nëpërmjet këtij formati, tregoj se edhe duke qenë e drejtë dhe duke u pozicionuar me gjykimin tënd, praktikisht mund të realizosh që të kesh miq dhe ata miq të jenë të vërtetë. Alda, po i thoshte Jozit sot Danja, ore, se po më akuzonte sot ky Viserlok ti ke luajtur me Xhibanin. Dikush tjetër më thot po Lori e hiqe maskën, Lori këto lojra tani ke qenë më mirë në fillim. Dhe po ja sqaronte të gjitha Jozit me maturinë, me elegancën, me klasën që e karakterizon. Kjo më pëlqen se në fund fare realisht mua nga ekrani më bindi që po si mund të luaj unë? Po ja luan njeriu një herë, dy herë, po janë 80 ditë. Domethënë për gjatë gjithë kësaj kohe dhe këtij qëndrimi, ajo ka qenë thuajse lineare, do thoja unë, edhe në Mua më ka pëlqyer që në fillim edhe thash, vetmja gjë që më pëlqen është që ajo në fund fare është vetmja femër aty brenda për mua, se kur zihen me njëra tjetrën, vazhdon debati dhe nuk ka fund, kurse Danja i ve presë pik fund fare. Është e vetmja, un kam thënë, është e vetmja që e fillon një fjali dhe e mbaron deri në fund me një logjik të saktë. Domethënë në prime, kur të gjithë ulërasin edhe bërtasin, po filloi Danja të flasë, të gjithë pushojnë. Ajda, si na e komenton ti këtë motor? Motra e madhe, si na e komenton ti këtë? Ja, po dëgjoja me shumë vëmendje. Ju faleminderit sepse praktikisht kështu e mendoj dhe unë Danjën, edhe jam shumë e kënaqur që e gjithë natyra e saj është transmetuar dhe po lexohet sakt. Po ajo që dua të shtoj nga parafolsi, fal për emrin. Sara? Është se Sara, faleminderit. Është se Danja nuk intimidohet. Po ta vini re,
përgjithsisht dhe këto debatet dhe këto momentet që po ta vini re po ja komentojnë të gjithë dhe të gjithë po i sulen po prap në të njëjtën pikë ku diskutohet jo Xhibani, jo sjellja e tjera si këto, ajo në tërësi nuk intimidohet fare, ka shumë besim tek e vërteta e saj dhe e çon deri në fund argumentin e saj pikërisht për këtë arsye, sepse ajo është e vërtet. Pra, edhe ato që a ka ndonjë vreti që do doje ti bëj ose ndonjë gjë që nuk po të pëlqente motra jote? Sa besoj. Ajo që kam vënë re unë për shembull, që po e ndaj me juve, që kanë nisur domethënë ata që i kanë qëndruar më së afërtit ta gjykojnë, është se pse nuk mban një qëndrim të caktuar. O njerëz, aty në atë shtëpi do krijosh raporte me të gjithë dhe është pikërisht të krijuarit të raportet që të sjell në debate. Pra në rast se nuk do të krijosh, nuk do të kesh, nuk do të ndërsillesh me ata banor aty, si do të konkludosh se a ishim apo nuk ishim në të njëjtën mendje për të më pas pasuar të debati radhës. Pra mua më pëlqen që ajo nuk po krijon to polarizimet, jo dua të qëndroj këtu, jo atje, ajo po krijon profilin e saj dhe nëpërmjet kësaj rruge unë mendoj që do të shikojmë një Daniel shumë interesante në vim, sepse mos harrojmë është muaji i fundit dhe të gjithë i kemi syt se kush do të arrijë të tregojë vlerat e tyre më të mira, pra më të vetat më të mira. Po, unë jam e sigurt që ti je në finale. Unë shikoj fituese. Po ta le të thojë ti. Ato mund ta thoja unë. Arsyeja pse unë jam tifozja më e madhe, më e zjarrt, më e flakët e Danjës, nuk është vetëm sepse jam motra. Është sepse kam shumë besim tek natyra e saj. Edhe mendoj që përveç asaj që të gjithë shikojnë me sy, shqiptarët në parë botën do të shikojnë edhe pikërisht zemrën e saj, mirësinë e saj, një vajzë e cila di të ndërtojë raporte me njerëzit dhe për më tepër di të artikulojë drejt mendimin e saj. Kjo është edhe dhe që theu tabu që një gotë e bukur mund të jetë edhe e zgjuar. Absolutisht, ne e vërtetoj më së miri. Pyetja fundit, për Danjën kë ka marrë më shumë malli? Ty Alda, Tilën apo Redin? Ne në fakt 4 motrat jemi 4 moskutierë. 4 motra, po. Dhe jemi të pandashme, absolutisht secila dashuri ka vendin e saj në zemrën e Danjës dhe të secilit prej nesh. Jam shumë e sigurt që ajo është e përmalluar për gjithë njerëzit e zemrës, pa diskutuar se në proporcion sa për njërin e sa për tjetrin. E kisha fjalën ju nga jashtë, domethënë dua të di Redin e ka marrë malli shumë për Danjën. Çfarë thotë Redi nga komunikimet e juaj? Që të kuptoni, të tregoj një sekret timin, unë i shkruaj, edhe pse di që Instagramin e saj e mban dikush tjetër, unë i shkruaj ato atij se do i shkruaj Tanjës, ai sa e bukur. Nuk imagjinoni dot dhe se na peke tani Alda. Yes, nuk jam shumë jemi të përmalluar sepse nuk jemi mësuar kështu. Jemi mësuar që të flasim për ti, unë kam dhe 2 fëmijë, jemi shumë të lidhur dhe për këtë arsye ne na mungon shumë. Madje fëmijët e mi gjithmonë thonë se më shikojnë me kufje në vesh, ta shikojmë dhe ne ti që po flet, duket ndoshta sikur flet me tezën, po ndërkohë po flet me gjithë Shqipërinë. Alda, të falenderoj shumë edhe sy të përlotur. Ne urojmë fat. Do dëgjojmë dhe do shihemi sërish sepse programi është për natë, kështu që do kemi mundësi tjetër të bisedojmë edhe më gjatë. Të falenderoj shumë, të uroj gjithë të mirat edhe përqafoj fëmijët. Mirë, ne do të shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak se me Sarën me Liamin fillojnë ca dallavere kështu. Publicitet. Ju bëjmë dije se koleksioni Spring Summer 2025 në Max Optica ka mbërritur, dyqanet e cilit i gjeni kudo në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, po mund të porosisni edhe online në maxoptica.al, të zgjidhni syzet që ju do, e bardha zemër dhe që ju shkojnë shumë me portretin tuaj nga markat më të njohura, siç shohim këto të shfaqen në ekran, me deri 50% ulje. Nëse jeni adhuruesi koleksionit të fundit, mjafton të shkoni në Max Optica se patjetër është aty dhe keni edhe me ulja. Liam dhe Sara. Ku e lam? Mi Sara. Sigurt më shkruash vet tani, Lona, çfarë do bësh sonte? Dhe mund do vish njëra nga Big Brother. Dona do dalim. Jo, unë nuk dal me ty. Jo. Të ri unë të thojnë doli Elona me Sarën. Unë po dalon s'mgjengje. Ty zgjengje, po doli Elona me Sarën edhe Elona flirtoi me dikë.
Si është puna e gocave që, domethënë ne nisëm me një bisedë që është bërë në muajin e parë. Ajo e dalura juaj dhe këto filtrimet edhe ballafaqimet e Valbonës dhe të Gertës. Po ja po themi edhe një çik në fillim të muajit të dytë. Po sot tash se u kapën prej flokësh. Ja, kam disa video që mund t'i dëgjojmë edhe t'i shohim, t'i dëgjojnë ata që janë duke udhëtuar me Top Albania Radion. Është Danja. Jo, të beshme je ti. Edhe mos majte më të m'afrosh, bërë vesh, mos m'afro më. Sa ndajmë pak po, le ti mos ajo është shkarë. Mu im ke qef, të pëlqej. Të pëvdes për ty. Prandaj se pus lajë. Të dua, prandaj ka që vdes për ty. Unë si kam qef femra, ta di. Wow. Mos m'afro. Shikon që është i burr, ajo është i burr, moj. Di që ka qef femrat. Po fik. Se edhe mua më është ngjitur në fillim fare. Mos më bëzis, jem një nga truta po. Ti më fton, moj. Kush më fton? Ti më fton, moj. Do të jetosh me mua. Si e komentojmë, Sara? Si komenton gocat e tua, Sara? Po mos më thuaj gocat e tua. Të them gocat e tua se unë e thashë në krye të herës që vajzat Krisa, Gerta, Bona the ti jo, nuk ka punuar po do donte, janë vajza që ti i ke dhënë dritën jeshile për në transmetim, gocat e tua i quajun tani. Amolia, mëse e kam gabim? Moda, ti ke shumë të drejtë në fakt, po tash duhet na kur si pëlqen nuk ja themi më. Duhet na jo, kjo video e pash edhe unë çfarë përpara se të vija, ishte për mua, se s'është vetëm kjo, është edhe ajo pjesa ku i është afruar Gertës për flokët. Për flokët dhe pash edhe lajme të çuditshme të tipit Gerta i shkul flokët Valbonës, por jo, është Valbona që hidhet në qafë Gertës. Gerta i thot 3 herë që largohu dhe ajo nuk largohet, vazhdon e përqafon. Gerta e kap nga flokët duke ja shtyr. Sigurisht, është një formë edhe kjo për të thënë, nëse ndjekësit dua të thonë që po e ku di unë cënon, po e bëri Valbona në fillim dhe pastaj Valbona e kap këtu. Kështu që anormale janë si. Atëherë, kanë kaluar shumë ditë. Ne themi shumë është loj, po pas 80 ditësh ti do dalësh dhe do japësh pak nga vetja dhe sigurisht që deri diku ke gjërat të tua. Të horizonti të ngushtohet çdo gjë dhe patjetër, ato janë të lodhura. Liam, si e komenton ti këtë pamje të gocave? Prandaj e thash këtë pjesë ne kemi pasur vitin që kaloi, po them kemi pasur Ilnisën dhe Eglën, nëse mbani mend që kanë qenë një pjesë pinetrizmi e tillë, kështu duke i shkuar nga mbrapa edhe jo Ilnisa Eglës ose Egla Ilnisës. Pra janë disa gjëra që kur vjen edhe ngushtohet loja, normale që dhe nervat të bien, se janë pak ditë, ti s'ke horizont fare, ti rri me njerëzit 24 orë, 24 aty brenda, kështu që njerëz të cilët ndoshta në realitet ti nuk do t'i afroje fare, por ja që duhet jetosh aty dhe s'ke çfarë bësh. Sara, kanë bërë ndonjëherë kështu skenash në punë, në korridore të punës? Jo, absolutisht jo. E di çfarë raporti kanë pasur Elona ato në punë apo ne në punë? Pra, Valbona punonte në mëngjes, pra në orën 9 mbaronte punë, ne shkonim në orën 12 që bënim gati programin dhe mund të kemi rastisur në institucion 3-4 herë flesh në përmbledhje kur hynim dhe kur dilnim, asnjëherë gjitha bashk, dhe kur Valbona ka qenë e ftuar në emisionin ton. Pra nuk jam parë shpesh. Nuk kanë pasur fare raport të afërt për të thënë që as kafe, domethënë, të thash Gerta. Si turni i parë me turnin e dytë. Që zor se takoj. Mos them që turni i parë u bë shumë i famshëm mbas ikjes. Faleminderit Elona Duro. Faleminderit. Se sa gjatë qëndrimit në punës në institucion. Sara, ti çfarë po bën tani? Me cilin program je angazhuar? Unë punoj me Ermal Peçin. Mi bëj të fala shumë, se është djali mirë shumë. Dashurin time të fundit. Okej. Bëj të do t'i them Ronaldos për këtë. E di Ronaldo. Ka xhelozuar që në fillim. Po, jeni të dielave bashkë. Jemi të dielave, po. Bëjmë një emision goxhat mirë, 5 orë gjys, që është shumë i kopsitur dhe shumë i mirë, dhe shumë e lumtur që punoj. Ermal është një nga moderatorët më të mirë që unë kam punuar ndonjëherë. Mund t'ia thuash Ronaldos edhe këtë. Repost, Reels. Po që është me të vërtet që nuk më lodh fare, bëj 6 orë emision dhe më duket sikur s'kam bërë asnjë gjë. Liam, ty nuk të pyeta se nisëm kështu ne me të katrin me vrull. Ti kujton se unë harroj, po unë nuk harroj. Ti tani po qëndron më shumë këtej. Po, është e vërtet, po qëndroj më tepër në Shqipëri sa në Gjermani. Po boll më 20 vite sa? 18 vite. 18 ja, pas kam numëruar. Më tepër kemi që njihemi, sa vite kemi? Po
shumë që në fillimet e programit Select. Po na dhemi ngjujt tani, s'ka. Tani ka ardhur si beqar apo vazhdon të jesh? Akoma jam beqar, se jeta, karriera ime ti DJ-t nuk lidhen kollaj, se jam vetëm punoj natën edhe flem ditën, kështu që problem. Por ja, ajo vajza që kemi folur ne ekziston. Po, jo, ajo që kemi folur ekzistonte. Që do I propozoje për martesë. Po ekzistonte pra. Atëherë na ishte një herë. Por kam ardhur këtu dhe po mundohem të ngrej disa biznese dhe të shohim inshallah. Tani me një shqiptare kështu I bie. Inshallah. Po mirë. Ai sipër e di. Sa ato prindër, ato po presin. Edhe DJ Liku nuk po e bëj më, kështu që. Po transmetojmë video të tjera të 24 orëve të fundit. Valbona dhe Laerti janë lidhur shumë me njëri tjetrin. Më saktë Valbona është lidhur shumë me Laertin. Po kur rinë edhe I shkon kështu me ishtrihet pranë ta them unë pse. Na e thuaj, unë s'flas fare. Jo, në qoftë se ke më fal. Jo, vazhdo, është bisedë e hapur. Unë e kapa këtë film momentin që Valbona mësoi për herë të dytë që ishte në nominim me Laertin, filloi prap një afrimitet tek Laerti. Po. Pra, më përpara unë nuk e shifsha Valbonën që tu afronte ke Laerti. Momentin që ja thanë që kur morën veshje janë një lojtar I vetëm, thotë. Një lojtar I vetëm, atëherë filluan. Ta shohim pak të video Liam edhe komentojmë bashkë me Saritën që më ka nderuar në prezencë. Burrat e të tjerëve. Burrat e të tjerëve. Po ti për çanive. Marrëdhënieve në mes. Ti hyn marrëdhënieve në mes. Për të një festi që I merr burrat të tjerëve. Vjen shumë keq. Po nuk quhet vip dikush që merr burrat e tjerëve. Dikush, Ola Shtake. Pare se të kaloj të komenti për këtë video, nuk mora një koment tëndin për Valbonën dhe Laertin. Të pëlqejnë si çift da, beson në lidhjen e tyre, Sara? Nuk besoj fare. Nuk beson fare. Me këtë I ke thënë gjithë falni për televizien. Jo, nuk besoj fare, më duket një marrëdhënie pa pikën e kimisë. Po thjesht një lidhje kalkuluar që do shkojmë këtu se do bëjmë këtë, se ky mund të më çojë këtu apo se kjo mund të më çojë këtu. Valbona është shumë e zgjuar për të kuptuar që lidhjet funksionojnë shumë mirë brenda. Po sigurisht Laerti nuk po ja jep atë kënaqësi, sepse sigurisht është më I rritur, më I pjekur, ka një far. Po me të paktën e mendon që e ka qef Laertin apo dhe këtë e ka kot? Vështirë. Jozin them unë. Jozin tu aty. Po Jozin ajo duket. Ata nuk di, ata kanë. Edhe ti jam kështu mendoj. Po dhe unë atë mendoj se me Jozin që në fillim ajo me Jozin filloi, pastaj doli një tip Xhiban Laert dhe ngeli ke Laerti, arsyet tash. Jo, I doli Loredana rrugës, po. Ose I doli Loredana rrugës. Me Jozi do t'i dilte, gjithaj I çon do t'i dilte Jozit një pse po një vajzë rrugës. Një vajzë rrugës do t'i dilte Jozit. Po duhet të them po pse po lodhet atëre, pyetja është, pse po lodhet Valbona duke I rënë nga Xhibani, nga Laerti? Më deshe zoti Vasili, s'më deshe, se më shkrin kur thot zoti Vasili. Shkrije, fare, se tha Sara duhet bëj Gerta politik, po Valbona do I qante një emision politike ndarë. Zonja Duma, ose do ishte shumë, nejse. Pra, pse po lodhe duke I rënë nga Xhibani, nga Laerti, u lidhëm, u lak, kur ka Jozin aty? Pse duhet ta bënte gjithë këtë rrugtim të gjatë? Jozi në fillim nuk është se ja afroi. Pra, ata që në fillim kur ndodhi dhe u pan dhe u bën, doli Loredana, Jozi u mor me Loredanën, kjo përqendruar afër tha është shoku I vllajt, ku diun se ç'ndori. Diçka e tillë. Pastaj ai tha si çojnë vllajin, kështu që si çojnë vllajin dhe ajo thiu atë kutinë, është vërtet. Është vërtet. Që mos të dilte. Por me sa di unë nuk e di tash ja janë lajme të rrema, këto pas kanë qenë bashkë jashtë. Sara, ke ndonjë informacion? Ke ndonjë informacion për diçka tjetër? Si po? Ami Sara më. Vetëm nena e thuj, mos ja thuj njeriu. Të paktën nuk kam dëgjuar, edhe jo, kështu thon. Madje ata dhe brenda Gjoja lojën për këtë e bën, po unë them që loja ka një të vërtet brenda, se nuk doli nga hiçi. Pse duhet hiqeshin këta? Se edhe Gerta s'është se ha kotat punë. Edhe Gerta. E diskutojmë çik me njëri tjetrin sa shkojmë pranë publicitet. Mos e Gerta tash se kishte arsye. Aldos me Rizartën, që do ndihmojnë çunat ta transmetojnë. Sara reagon kështu kush po këta. Duket se po lind një çift aty, Liam, a? Po, atë shohë edhe unë, në fakt, po. Ja ta dëgjojmë çik zogzën. Çifti I fundit. Mendon që jam më zgjuar si ti? Më zgjuar se unë. Më inteligjent apo më zgjuar? Për tani se. Më zgjuar nuk besoj. Jo wisdom, po flasim për. Jo për mençuri.
Veçoria të vjen dhe me vitet. Për inteligjencën. Inteligjencën. Do me thënë, kemi përballa Aldon edhe Rizartën që çdo ditë që kalon duket sikur janë më pranë njëri tjetrit. Tani po flisni ma jam unë më inteligjente se ty apo jeti më i mençur se mua, diçka e tillë jo i mençur po inteligjente. Po, si të duket ty Liam? Ka një lidhje në horizont apo është thjesht një lëvizje e radhës e Aldo siç bëri me Livian apo me Olën dhe tani është Rizarta? Jo, edhe nëse i ka bërë me ato dy vajzat e tjera, kaq përparim nuk kishte me ato tjera. Sepse nuk i kishin dhënë ato. Mimi goca ju e dini më mirë se unë shoh diçka tjetër sepse rrin gjithë ditën bashkë edhe mënyra se si rrin, mënyra se si flasin. Më fal, flën në një krevat. Pa mimi tash se edhe me po themi edhe gjesti me Eglin flinin me po çna ha plago burrë. Danjen me një krevat. Çfarë do themi tash ne? E kuptoj. S'është krahasimi dur, se Nese. Se ata po pëlqejnë me një tjetrin dhe po flën në një krevat. Kurse gjesti her pas here thoshte ato që kemi thënë sot. Unë mendoj që është diçka mes Aldos dhe Rizartës. Si mendoj që Rizarta ndoshta dhe ka diçka, duke qenë se pas historisë që tregoi njeriu i hyn edhe mendon pak më shumë nga ana psikologjike se si apo sa nevojë ka ajo të rriafër një njeriu më të rritur që ta ketë edhe një far mentori, mund edhe me vërtet të ndjej. Aldo mund ta filloj për lojë, mund të jetë lojë, ndoshta në fund mund edhe t'i dali për mirë, ku diun apo mund të lidhen. Nuk është edhe këta më duken një çift i mirëfillt. Pra nuk e di unë këtë vit nuk shoh ndjenja fare, kështu. Nuk sheh fare, tek asnjë çift. Loredana Jozi jo. Po Jozi Ola. Jo, ato po thoshte edhe Viserlo, nëse e dëgjove ti je një VIP thotë që futesh në mes të çifteve. Puna që ti të bësh më mirë është ta që të marrësh burrin tjetër. Pra, vetëm vjen nga përputhet, mbase e ka i çikin tweetin më të fortë ajo. Sara? Nuk e di, unë nuk Ola nuk më duket, domethënë Ola thjesht po gjen Sara, të kishte një gjë Gert aty para se të hynte në Big Brother që të futet? Po. Në kështë e thënë. Edhe Valbonën e kam takuar një ditë para se të hynte, rastësisht e parkingu i makinave. Vetëm rastësisht e takoi rastësisht. Madje u habita edhe pse më foli. Duket se nuk dashka me fam. Më fakt e dëgjoj, po. Jo, për zotin ja. U habita edhe që më foli. Më puthi madje, më përqafoi. I thash si po shkon, se kisha dëgjuar që do hynte, u bëre gati, po ja nesër. Kaq. Kurse Gerta, po, sigurisht me Gertin kishin folur dhe më gjatë. Gertën un kam 2 vite që e bëj si temë bisede e Big Brother, domethënë se do hyje, çfarë do bëje, çfarë do bëje. E kishim diskutuar. Po që për muhabetin e makinës nuk po të pyes fare se ishte i budallik më. Jo, mos më pyet fare. Atë keqe. E lëm. Gertës apo Valbonës, kujt ja uron qëndrueshmërinë më të gjatë dhe finalen edhe fitoren. Po pra më bëja mua më mirë të jepsha unë përgjigje. Normale që Gertës. Po Gertës normalisht që Gertës. Valbonën e takon rastësisht dhe nuk është se kalon keq. Unë nuk dua ta. Me Gertën del dhe llafoset, po vjen Valbona që i trazon ujrat, more tek ai pririmi të kemi më shumë. Nuk e di domethënë me zi pres ditën kur Gerta të dalin nga Big Brother dhe do shoh fituese Gertën. E shoh, po, e shoh. Unë jam midis Laertit, Rozanës, Gertës, midis tyre të treve, sigurisht në finale shoh edhe Danjën. Po. Kush është tjetër? Këto. Loredana ka filluar më pëlqen shumë. I ka filluar të pëlqejë gjithëve. Loredana ka filluar, nuk e di. Jo, Loredana si ka lup kështu si femër shumë. Jo, po flasim për atë, po. Jo, për të tjera unë. Kush mendoni ju që del të shtunën? Po shija. Unë kam bërë dhe një postim për të shtunën se kush del. Pra është Gerta, Gjesti, Kelly, Miki, Ola, Viserlo, Valbona dhe Laerti. Miki, edhe unë. Po normale, Miki, kur të dali do mbahet më atë shkretë. Sepse ajo e shkreta mendoj unë, mos ta themi dhe të shkretë asnjë se është shkretë. Por unë mendoj që e ka nga gjua. Se unë e ndjej vetë për shembull, pavarësisht se unë me shqipen jam okay, po ajo. Edhe Loredana nga gjua, po shife, arroje, arriti, duke arruar shumë çka. Po, është vërtet. Kishim dhe një gjë tjetër me për Sarën, për Gertën. Me Sarën e kam. Kishim dhe një pyetje tjetër për Sarën me Gertën.
Cilat janë synimet e Gertës? Se në përgjithësi hyrja në formate të tilla dhe në Big Brother gjithmonë ka një dëshirë për një pozicionim më të mirë pune, për çmimin fitues që është 100.000 euro, për më shumë popularitet dhe famë. Çfarë kërkon Gerta në bisedat që ju keni bërë nga ky Big Brother? Sigurisht që për çmimin e madh askush nuk do thoshte jo, edhe pozicionimi më i mirë i punës, pse jo, dhe pse Gerta keq nuk ishte, po nuk e dim se çfarë do ketë kur të dali. Gerta figuron më në punë në institucionin shtetëror në TVSH? Jo, emisioni nuk është më, emisioni është e bën dikush tjetër, nuk është fare, domethënë. Okej. Ndërsa për gjëra të tjera nuk e di, po sigurisht për çmimin e madh Gerta nuk u vuan. Gerta famën mund ta merrte kurdo dhe kudo dhe në mënyrë tjetër, domethënë është aq e aftë për ta bërë. Po ka dashur ta përjetoj si eksperiencë atëherë, se edhe ajo nuk është gjë. E ka pasur një kuriozitet shumë të madh për ta përjetuar, gjithmonë e diskutonte. Ndoshta edhe e nxitur nga Olta, ka parë edhe bujën dhe famën edhe gjithë populariteti që erdhi Oltës motër tek e fundit edhe po e provon. Unë them të hyn finale, po nuk e fiton, nëse do më bëje pyetjen mua. Të pyesja. Unë jam midis Rozanës dhe kam frikë Danjën. Rozana Danja, për të dyshe ja. Sara, është surprizë e madhe për ty rrugtimi i Gertës, se për shumë prej nesh është komentuar kështu. Surpriza e këtij viti Gerta Gixhari që e njihnim fare pak ose më aq pak sa i njihnim më ndryshe, një vajzë më të hedhur, më çapkëne, më po edhe të ftohtësinë që thua ti. Është mes të dyjave. Kurse në këtë Big Brother ka shumë ngjyra. Është me të vërtetë surprizë, edhe për mua ka qenë surprizë. Unë në fakt nuk e prisja që do luante kaq egër, ta them në këtë lloj forme. Gjithmonë kur diskutonim, unë nëse kam që një gjë që kam thënë gjithmonë kam thënë të lutem mos harroj jashtë familjen, të lutem mos harron asnjë moment se kush po të shikon. Është një gjë që unë edhe vetë përjetoj. Unë edhe kur dale kam vetë si gjë. Dhe bravo i qoftë çdo lloj njeriu që e harron këtë gjën, sepse për mua është shumë e vështirë. Dhe është surprizë. Gerta në jetën reale është një njerëz që të mbështet shumë. Pra nëse ti ke një problem, nuk ka shumë miq, që të thuar që ka miq me bollok, siç mbahem unë një nga njerëzit që edhe unë. Gerta ka shumë pak, po i ka të saktë. Dhe aty brenda ka zgjedhur të mos ketë asnjë. Pra Gerta po ta shikoni, aty luan vetëm. Gerta nuk e ka problem të debatojë dhe me Loredanën që e ka pasur krah dhe me Danjën që e ka pasur krah dhe mund t'i kthej kundërshtare. Pra Gerta nuk përpiqet aty brenda të bëj shoqëri. Ka vajtur dhe ka vajtur me qëllim të saktë. Sa një bashortin fëmijët e Gertës e ke takuar? Po tani që është në Big Brother jo, tani nuk e kam takuar, apo të kanë thënë ndonjë. Nuk e kam takuar, vetëm me mamin e Gertës kanë folur pak në telefon. Sigurisht ata janë shumë të qetë. Bashorti i Gertës e njeh shumë mirë se çfarë bashkëshorte është Gerta. Ata janë një super çift i bukur, që ju nuk e keni iden fare, janë shumë ndjehapur të dy, kërcejnë shumë bukur të dy, dalin dhe darkave të dy. Pra nuk është ky çifti që mendojmë ne dhe mentaliteti jon shqiptar që bashkëshorti i Gertës do ketë probleme kur Gerta të dali për gjërat që janë thënë apo që janë shkruar në rrjetet sociale. Po jo, me bukuri. Bravo që. Oliam, Hamza. Kështu ë? Mes Rozit dhe Danjës, ja? Pikërisht, nuk e di gjesti vërtet është, se mua më thonë që gjithë që ti gjesti është një Elia i 2012, se unë kështu kam qenë në 2012. Kështu ka qenë? Ja, çap këni ka qenë. Po ndoshta pak më i argumentuar se sa të thotë një fjalë natë e mirë dhe kjo është e vërtetë. Por nuk e besoj. Më do të mbyllim janë pak. Prandaj po them që nuk e di. Shpresojmë që ta marri kush e Do të shumë ta merrte dikush me të vërtetë, edhe Danja, edhe Rozana, edhe Gerta dhe Laerti për mua janë kushdo që ta fitojë është shumë mirë. Por jo gjesti. Më thoni çfarë të doni ndjekës të dashur, por jo gjesti. Jo, është dinamik, jep emocione, shqiptarët vuajnë nga shumë gjëra, ju e dini shumë mirë, ne duam të shohim në ekran, çfarë dua të shohim? Të qeshura të bëra, se gjithë kemi halle. Pra, kjo është ide. Ju falenderoj nga zemra që ishit me mua sot. Kam shijuar shumë këtë program sot edhe pata një shoqëri të mirë në diskutime. Më premtoni që do ktheheni. Po do kthehemi kur na thrasësh. Tek parkingu makinave. Big Brother studio rikthehet nesër. Natën e mirë kalofshi. Qet.